Bashkia Gjirokastër ka afishuar listat përfundimtare të zgjedhësve që do të votojnë në parlamentaret e 11 majit. Në to numërohen 20.510 persona, pa përfshirë emigrantët e regjistruar në platformën PER. Janë 65 qendra votimi në të gjithë KZAZ-ën 81 të Bashkisë Gjirokastër. Ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, këtu kemi 2 qendra votimi më pak. Kjo ndodh për shkak të sepse janë mbyllur 2 qendra votimi, në bazë të ligjit duhet të jenë mbi 300 votues që një qendër votimi të jetë e hapur. Dhe 2 fshatra, një në Kollës dhe një në Prongji, që nuk arrin këtë numër, janë mbyllur. Dhe këta votues janë transferuar në një qendër votimi ngjitur me fshatën e tyre që duhet votojnë. Për këtë bashki, gjithë procesi zgjedhor do të administrohet nga KZAZ numër 81 që përbëhet nga 7 antar. Në kjo përbëhet nga 3 antar që ka Partia Demokratike që ka dhe kryetarin, 2 ka Partia Socialiste, 1 Partia e Lirisë dhe 1 Partia Social-Demokrati. Të njëjtën përbërje do të kenë edhe komisionet e qendrave të votimit. Vetëm se ato janë ndarë me një numër rendor, siç kemi vendosur ne. Ne vendosëm të gjitha qendrat e votimit, do të thonë 65 qendra votimi, i bëjnë një numër rendor. Dhe numri rendor tek i takon Partisë Socialiste të mbar kryetarin dhe numri rendor çift i takon Partisë Demokratike. Ndërkohë, në KZAZ-ën 81 nga partitë përkatëse janë dorëzuar listat me emrat e komisionerëve të qendrave të votimit, të cilat janë në proces protokollimi, ndërsa brenda 30 ditëve duhet t'i dorëzohen Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.